gjithmonë në politikë nuk duhet të shohim momentin, po duhet shumë zhvillimin e ngjarjes dhe fundin e ngjarjes. Po pra. Sepse Lulzim Basha ishte pjesë e një skeme mjaft mirë të menduar Berishës, që prodhoi Berishën që shohim sot ne. Dhe në fund fare, kur një fraksion i cili ishte grup, dhe ishte grup i strukturuar për i të vërtetës, u lanë në balë dhe u shkatrua pikërisht nga Lulzim Basha. U sabotu nga Lulzim Basha, se bashku me ata që ju i qoni besnik, dhe njërë për i tyre ishte dhe ky Bardhi, që ishin infiltrime brenda grupit për ta neutralizuar atë, si një fraksion i cili realisht ishte absolutisht me një ide progresive në Parti Demokratike. Ndërkombëtarët nuk mbështetin. Në fakt ishim me ide konservatore për herë të parë. Kush Bardhi? Jo, ajo që thotë se thotë progresive. Në fakt ishim me ide konservatore për ato. Konservatorizmi nuk do të thotë i vjetër, do të thotë edhe moderne, po konservatorizmi gjithsesi. Për mua lija euroatlantike për cilën unë kam mbështetur, do të mbështet çdo lloj lëvizje, duke u shkëputur nga politika, por duke mbështetur në analizat që bëjmë, ka qenë orientimi kryesor i joni, dhe në Partitë Demokratike ju ishit vërtet fryma euroatlantike reale në Partitë Demokratike që luftuat, bët gjithë përpjekjet tuaja, por të kthejmë. Basha ishte infiltruar burrë, Basha për i detyrën, ku e ke dashën tani? Prandaj thash në politikë mos shih momentin. Që ta ndriti skema e konferencës 56 së Durrësit, është shumë interesante. Pra që nxjerrim njërin që të provokoj kundërshtar, pastaj t'i kpusim kohën, shumë e bukur. Një gjë do ta kemi të prerë njëre mirë. Është gjetje. Po bën 10 vjet, që faktori ndërkombëtar tenton të gjej influencë në opozitën shqiptare, në djatën shqiptare, që ta furnizoj atë, ta stimuloj për të prodhuar një ekuilibër në demokracinë shqiptare, por jo individ. Jo individ. Ky person është një mërties individ, çfarë do të jetë, ky nuk e te i kalon me të forcën. Prandaj këtë faktor unë heq. Nuk e besim. Tani për të analizuar, pse nuk po i shoh, nuk po i shoh në asnjë vend. Se kemi dështuar ne gjithë keni humor, ju dhe jo se kemi humor, edhe një keni humor dhën. Po nuk folaj për humbjen më buri dhot. Nga do të thënë kundërshtari i parë. Po edhe më herët. Jo si kryetar po flasë, se ka qenë bashkë të tjerët. Po gjithë kanë dështuar. Që në kohën, prisë se kam mbaruar, jo se do të themi diçka që është. Fal Beni, se po nga që nga s'po. Landi është nga ata gazetarë që ta nxjerr dhe ti futesh në një botë dhe pastaj nxjerr atë që ke në shpirt. Po pa aty gazetarët aty tregon. Dhe Besarti në rastin më të sinqert tonin. Po Shafoku thotë që nuk ka reflektuar keq më mbrapa, nuk është se e ka marrë Shafokun dhe në çambore tim futen belane me doktorin. Në qoftë se ai nuk ka reflektuar, për mua më lind dyshimi i arsyeshëm në këtë rast, që ai ka patur detyrë dhe pse të reflektonte, ai kreu detyrën. Po pra, kush ja dha detyrën? Ora po çfarë thuat? Tani po vi në një moment që është shumë i rëndësishëm. Më fal, është shumë i rëndësishëm, do ta zbërthej. U bë një takim i Binës me antarët Partisë Demokratike me një tavolinë aty, dhe në krah të Binës ishte doktori Cili nga? Ali Mehmeti. Doktori vogël, po. Tani, analiza. Ali Mehmeti nuk kandidoi për kryetar bashkie se tha kam plane që të futen në fushatin që do vi. Për këtë arsye s'u fut. 2027. Bina futet për të fituar. Pyetja që unë bëj Binës tani, dhe që mendoj gjithë gazetarët ja bëjnë, në qoftë se ti fiton zgjedhje zotëri, do kandidosh në 26-ën, 27-ën? Po fitoj zgjedhjet? Po. Po fitoj zgjedhjet do të kandidoj për kryetar partie. Atëherë në krah të tia, do të kandidoj për kryetar partie. Me Stalingradin. Në krah të tia, po fiks me Stalingradin. Në krah të tia, prit frasa, këtu fillon analiza. Në krah të tia ishte pretendent i Partisë Demokratike zyrtar për 27-ën. Po çfarë do të thotë? Çfarë do thotë? Kjo do të thotë që Bina nuk është gjë tjetër veç se një figurë tranzitore për prodhuar imazhin e Partisë Demokratike në këtë moment, dhe nuk është futur për fitore, është futur vetëm për atë që është problemi numër 1 i Partisë Demokratike. Të prish teorinë e kësaj farsës, dhe e dyta të prodhojë ta shoqërojë imazh që po diskutojmë ne. Jemi në lojën e madhe të imazhit. Vetëm që ka një problem. Sepse Binës unë këtë gjë do t'ja bëja pyetje që në momentin e parë. Të SPAK-u duhet humbi me 56.999 vota më pak. Me një vot më shumë se Belin Kliçi. Atëherë për ta mbyllur unë këtë.
për ta mbyllë. Unë, së bashku dhe gjithë ne këtu, kemi bindjen që këto zgjedhje i fiton Partia Socialiste. Ndoshta dhe më thellë se që ka fituar. Ta shikojmë, si di. E në qoftë se këtë bindje kemi ne, ka dhe Sali Berisha. Sali Berisha po ndryshon kuajt figurativ, po ndryshon komunikimin me elektoratin. Dhe këtu jemi në këtë strategji, dhe i thot, me ata që kisha jam i humbur dhe i humbur, të bëj këtë lëvizje që ndoshta, sepse mos haro, Sali Berisha do të mos kandidojë. Perceptimi. Vetëm ai po thot, siç e tha sot, unë do kandidoj prap 2026. Atëre perceptimi. Pra, kjo karroca që ka shumë kuaj, ky do të rri prap kali parë. Problemi është, a e besojnë më dhe demokratët të? Dhe është deklarata e Xhaferit një reagim i parë? Pse? Pse e besojnë? Po jo i fundit, pse e besojnë? Pse e besojnë? Në qoftë se sot do të futesh... Kush e beson dhe besar Xhaferi? Qartë. Qoftë se sot do të futesh... Delegatët që do zgjedhin ata do ta besojnë. Në qoftë se sot do të futemi në perceptimin e parë publik mbi Binën, del absolutisht shumë merë mbi Kolliçin. Sot. Ta shikojmë, të dhe vërën zjedhe nëse do mbahen. Mbi Kolliçin. është perceptimi i parë, sepse prezentohet një figurë e dashur. Dhe empatia ndaj tia... Dashur që na ka bërë për qesh. Politikë është tjetër gjë. Jo, mos empatia ndaj tia, mos harroni që empatia është faktor shumë i rëndësishëm. Sikose jo ndërrepër, se kur të bëhen zgjedhje dalin shifrat pastaj do t'i vesh shifrat përballë. Priset deri në zgjedhje do priset, ore, nëse doktori ndërtoi këtë strategji, kjo që po ndërtojmë ne tani është për t'i thënë që Binaj nuk është Binaj, po është doktori. Pra, ai ndërton s'kem ne vetë, dhe unë çfarë po them? Ai po ndërton strategjinë e tij. Unë po i them, Binaj nuk është gjë tjetër vese krijesë e të birit. Dhe jemi në një lojë ku Berisha po prezantohet me një mashteri, po që është vetë ai. Në sondazhin ton të zëri shqiptarëve, 86% e të anketuarve thonë që Binaj vjen nga Partia Demokratike. 14% thonë që vjen nga shoqëria civile dhe sipas Aloshës, to 14% mbi 90% janë mbështetës Partisë Demokratike. Pra, praktikisht 100% besojnë që ai është i Partisë Demokratike. Unë me thënë drejtëm kam kontakt me gati shumë konjunktura që janë edhe të majtet djathet tjere. Dhe besojnë që është i pavarur. Dhe jo besojnë, të kuptojnë, asnjëri nuk e besojnë që është i pavarur, ta kuptojmë këtë gjë. Po pra, këtë po them. Por kanë një empati të brendshme e cila transmetohet tek vota për të. Dhe këtë nuk duhet ta neglizhojmë absolutisht. Këtë gjë, po të shikosh, do të thënë, që ta mbyll. Se do jetë shenjë ndryshimin brenda PD-s. Nëse për ta kuptuar një gjë tillë. Problemi është nëse identifikojmë me Berishën, Koli, për ta kuptuar një gjë tillë. Shife 90% artikulimeve që bëhen te syri që natyrisht e kanë produktin e vetë dhe po i mbështetin dhe ndërtojnë një skemë të përgjithshme. Dhe familjes apo? Po, familjes, po, pa diskutuar, e kemi thënë atë muhabet. 95% e të gjithë artikulimeve flasin për një figurë të re, të dashur, që falë kësaj dashurie do marrë vota. Kjo është strategjia. Mirë.